dashur miq, të dashur qytetar, edhe 35 ditë na ndajnë nga 11 maj. 12 vjet është koha shumë e gjatë për një vend i cili ka humbur gati 1 milion qytetar aktiv. 12 vjet dhe jemi jo vetëm vendi i fundit në rajon për nivelin e eksporteve. As 8% të prodhimit të brendshëm bruto, por rënja e eksporteve përkeqësohet pa ndalim. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut eksporton 57% të prodhimit të brendshëm bruto. Sot, pas 12 vjetëve, jemi vendi me taksat më të larta, por edhe më të shtuara gjatë kësaj kohe në rajon. Por çuditërisht, jemi edhe vendi me nivelin më të ulët të mbledhjes së të ardhurave publike, as 28% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë që Bosnia, Serbia, Malezi dhe vendet tjera i kanë të ardhurat nga 41 në 42.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo diferencë prej 14% është 3.3 miliard euro në një vit, ose 13.2 miliard euro në 4 vite që takojnë një mandati qeverisës. E pra, për të gjithë skeptikët e premtimeve tona dhe të opozitës, do të mjaftonin vetëm këto 13.2 miliard euro që sekti i Edi Ramës i grabit pa hyrë fare në buxhetin e shtetit për t'i tejkaluar të gjitha premtimet e koalicionit PD-ASHM. Pa llogaritur këtu 100 milion euro që do të kursehen nga incineratorët që nuk ekzistojnë, nga tigrat e energjisë në Vlorë që nuk punojnë dhe nga skemat të rilindjes, kudo ku shpenzohen dhe investohen parat publike të shqiptarëve. Ndaj, qytetarët tanë duhet të votojnë numri 1 në fletën e votimit, koalicionin PD-ASHM, që ata t'jenë të parët në çdo vendim të qeverisë së re. 5 prioritetet e Partisë Lirisë, të miratuara një vit më parë në konventën historike të 26 aprillit, janë pjesë e marrëveshjes tonë të koalicionit që do të ndalë shpopullimin dhe që do të kulmojë me shndërrimin e Shqipërisë dhe një fuqi eksportuese. Modeli hungarez shumë i suksesshëm për mbështetjen e familjeve të reja, për strehimin e tyre dhe nxitjen e lindshmërisë është edhe modeli ynë. Modeli Maqedonas për mbështetjen konkrete për çdo njësi prodhimi në bujqësi dhe për çdo lop, dele, dhish, pend dhe koshere do të jetë modeli ynë. Modeli Maqedonas i krijimit të zonave të lira do të jetë modeli ynë për tërheqjen e investimeve huaja dhe rritjen e eksportit. Sepse modeli ynë do të jetë mbështetja e prodhimit vendas dhe jo alimentimi i tij me qëllim lullëzimin e Ballkanit të hapur. Sepse modeli ynë është fuqizimi industrial i vendit përmes rritjes së produktivitetit dhe vlerës së shtuar të lëndëve të para. Sepse modeli ynë është fuqizimi i kapitalit njerëzor dhe rritjes së cilësisë në arsim. Sepse modeli ynë është mbështetja e sportit dhe jo e drogës. Sepse modeli ynë është mbështetja e trashëgimisë kulturore dhe jo e shkatërimit të saj. Duke votuar për numrin 1, PD-ASHM, shqiptarët kanë votuar për uljen drastike të taksave, por edhe për formalizimin e shpejtë të ekonomikë. Duke votuar për ne, shqiptarët kanë votuar për thjeshtimin e taksave dhe shporjen e inspektorëve për mbi inspektorë dhe sistemit gjobdhënës e patronazhisë të sot. Duke votuar për ne, ata votojnë jo vetëm për barazinë para ligjit, por së pari për barazinë e votës, e cila është shkatruar nga Edi Rama për të eliminuar llogaridhëniet dhe zgjedhjet e ndershme. Në 11 maj, shqiptarët do të votojnë praktikisht vetëm për 1/3 e kuvendit, sepse 2/3 e kuvendit është e paracaktuar për shkak të Edi Ramës, shpikësit të listave të mbyllura. Ndaj, Partia e Lirisë garanton të gjithë qytetarët shqiptarë se prioriteti i saj i parë do të jetë ndryshimi i kodit elektoral për të garantuar 100% hapjen e listave dhe barazinë e votës. Ndaj, për këtë koalicionit toni duhen 84 mandate që ta realizojmë këtë ndryshim vendimtar menjëherë dhe pa Edi Rama, armikun e zgjedhjeve të lira e të ndershme në partinë e tij dhe në Shqipëri. Partia e Lirisë do të jetë garante për shpejtimin e integrimit evropian të vendit, siç ka qenë dësi në të gjitha momentet kyçën të kaluar. Ju ftoj të gjithëve të mos ndalemi as një sekond këto 35 ditë duke takuar çdo qytetar dhe çdo votues të ri në mënyrë të veçantë për t'i bërë ata pjesë të këtij ndryshimi historik që po ndodh. Dua të përshëndes Onin, një student i cili punon edhe si kamarier, të cilin vetëm një herë e kam takuar rastësisht dhe i cili ka bërë deri tani 113 vota të sigurta, nga të cilat 15 vetëm nga shokët dhe të afërmit e tij në diasporë. Por ai nuk ndalet, sepse ai nuk do që të largohet nga vendi ynë. Në kushtet e izolimit ekstrem, unë çdo ditë shkruaj dhe dërgoj 50 dhe 100 letra për shokët e mi, që nga shkolla fillore Kongresi Lusht, 8-vjeçare Fanoli, gjimnazi Sami Frashi, fakulteti ekonomisë, shokëve që nga koha e sportit, për kërkuar mbështetjen e tyre, jo vetëm për numrin 1 PD-ASHM, por edhe
isha unë si kryeministër në maj qershor 2001 që i ktheva Tiranës parkun në rinia, a nuk isha unë si kryeministër që me vendim qeverie mora mbrojtje teatrin kombëtar dhe zonën muzeale të Tiranës, a nuk isha unë si president i Republikës që u paraqita rreth në gjykatën kushtetuese për të parandaluar shkatrimin barbar të teatrit. Dhe a nuk ishte diktatori me atlete ai që urdhëroi në mënyrë të palishme dhe fashiste shkatrimin e teatrit me artistët brenda në mes të natës. E pra, ai është kyçur në listën e mbyllur në Tiranë se ka shumë arsye i fshihet gjykimit të hapur të Tiranës. Ndërsa unë jam në listë të hapur dhe besoj te Tirana, e cila do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për aleancën tonë PD ASHP. Vota për këtë aleancë, PD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, është vota për ndryshimin historik. Vota për Ilir Metën, deputet i qarkut Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Liria do të triumfojë në 11 maj dhe të gjithë shqiptarët marrin frym lirisht në 12 maj sepse ky vend ka diell për të gjithë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë dhe kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë në